Falënderimi takon Allahut Azza wa Jall, atë të vetën e falenderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. I lutemi Allahut të na ruaj nga sherret e vetëve dhe të keqijat e punëve tona. Atë që Allahu udhëzon në rrugë të drejtë, askush nuk mund ta humbas prej saj. Dhe atë që Allahu humbet prej kësaj rruge, askush nuk mund ta udhëzojë për në të. Dëshmoj dhe deklaroj se nuk ka të adhuruar të vërtet përveç Allahut, një të vetëm e të pasot. Gjithashtu dëshmoj dhe deklaroj se Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, paqja dhe lavdrimet e Allahut qofshin mbi të, është rob dhe dërguar i tij. Padyshim që fjala më e bukur dhe më e drejtë është libri i Allahut. Udhëzimi më i mirë është udhëzimi dhe orientimi i profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Punët më të keqija janë ato të shpikura dhe çdo shpikje në fenë e Zotit është bidat dhe çdo bidat është humbje dhe çdo humbje e ka vendin në zjarrin e xhehenemit. Allahu na ruaj prej tij. Vëllezër të dashur, takohemi për çfarë sonte, inshallah taala, në këtë mbrëmje të gatshme, në këtë dhomë që lutë Allahu ta bëjë të bereqetshme, me një tim tjetër të ri. Nëse do të jemi ty, anën ban botës sot, e të shihnin gjendjen e muslimanëve, padyshim që zemrat do të rënkonin, e syt do të vajtonin. Situata në të cilën ndodhet sot ummeti islam është me të vërtetë për të ardhur keq, i përçarë, i nënshmuar, i lodhur, i përvuajtur, në cilën do pjesë të trupit të tij do të gjesh plagë të thella, ku më shumë e ku më pak. Por më e keqja është ai është goditur në pikën më nevralgjike në zemrën e tij, e cila është tauhidi. Monoteizmi i pastër islam, cili do që e analizon këtë gjendje, natyrshëm mund t'i linë një pyetje. Përse të ndodh kjo gjë? Vallë, përse të ndodh kështu me muslimanët? Përgjigjen e kësaj pyetje na jep vetë Allahu Azza wa Jall, duke ju drejtuar sahabeve në luftën e Uhudit, por që shërben si mësim për të gjithë muslimanët deri në ditën e Kiametit. Allahu Azza wa Jall thot në librin e tij: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. الله عز وجل رafot si është puna me ju. Kur ju godet një fatkeqësi vetme, megjithëse i shpartalluat armiqtë tuaj 2 herë më shumë, përsëri i thoni: nga na erdhi kjo? Thua ju, është nga vetë ju, pra për shkak të veprave tuaja të ulta, vërtet Allahu është i Zoti për të bërë këtë gjë. Po kështu, i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam i ka vënë përgjigje kësaj pyetje që përpara 14 shekujsh, duke thënë: "Idha tabaya'tum bil-'ayna wattakhadhtum adnab al-baqar ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم." Pra i dërguari Allah sallallahu alaihi wasallam ka thënë: atëherë kur të merreni me shitblerje me ajne, që është një lloj kamate e ndaluar nga Islami, të jeteni pas vektorisë e të kënaqeni me bujqësinë, pra të kënaqeni me dunjan, të harroni ahiretin, botën e ardhshme, dhe të lini jihadin, luftën për tërkën e Allahut, ushtrimi i tij do të bjerë përmbi ju dhe ai nuk do t'ju largojë atë deri sa të ktheheni tek feja juaj. Një hadith tjetër i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam bën të qartë se ummeti islam do të ndahet pas tij në grupacione,
dhe tërheq vërejtjen nga kjo gjë duke thënë: Iftaraqat al-yahudu ala 71 firqa wa iftaraqat an-nasara ala 72 firqa wa sataftariqu ummati ala 73 firqa kulluhum fi an-nar illa wahida. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال هي التي تكون على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. Profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka thënë që putët janë ndarë në 71 grupe, të krishterët janë ndarë në 72 grupe, dhe ky ummet, pra ummeti islam, do të ndahet në 73 grupe, të gjitha do të jenë zjarr për vetë njerëz. Shokët e dërguarit sallallahu alaihi wasallam kur dëgjuan ka hadith e pyetën: "Cilët janë ata? Ka cili është ky grup?" O i dërguari i Allahut, ai i përgjigj: "Cili do që i përmbahet asaj që unë dhe shokët e mi po ndjekim sot. Cili do që i përmbahet asaj që unë dhe shokët e mi po ndjekim sot." Ka ky është kushti për të qenë për ati grupi. Allahu na bëf për tyre. Allahu laktuar na tërheq vërejtjen nga përçarja, duke thënë në Kur'anin e Kerim: وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Pra thot Allahu Azza wa Jall, dhe kushdo që kundërshton të dërguarin Muhammed sallallahu alaihi wasallam, pasi që jetë treguar qartë atij rruga e drejtë dhe ndjek rrugë tjetër nga ajo e besimtarëve, ne do ta mbajmë atë në drejtim që ai vetë ka zgjedhur dhe do ta djegim atë në zjarr dhe sa përfundimi keq është ai. Po kështu profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Taraktu fikum shay'ain lan tadillu ba'dahuma, kitab Allah wa sunnati, wa lan yatafarraqa hatta yarida alayya al-hawd." Pra ka thënë profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam: "Ju kanë lënë dy gjëra, nëse u përmbaheni atyre nuk do të humbisni kurrë librin e Allahut dhe sunnetin tim, të cilat nuk do të ndahen." Pra këto dy gjëra, të cilat nuk do të ndahen deri në ditën e gjykimit. Pra me këto argumente vëllezër, na bëhet e qartë se rruga e shpëtimit është vetëm ndjekja e Kur'anit dhe sunnetit të profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam në dritën e kuptimit të selefëve, të parëve tanë të mirë, prej sahabëve, tabiinëve e pasuesve të tyre me besikëri. Gjithashtu duhet ditur se menhexhi, metodologjia është një temë, një nocion më i gjerë se akidja, pasi ai është muri mbrojtës që rrethon dhe e mbron nga të gjitha anët kështjellën e patundur të akides islame. Kur është pyetur Sheikh Saleh Fauzan, Allahu e ruaj, se a ka dallim ndërmjet menhexhit dhe akides, ka thënë se menhexhi është një nocion më i gjerë se ai akides. Pasi menhexhi ka të bëja përfshin jo vetëm akiden, por edhe sjelljet e muslimanit, por edhe moralin, edhe marrëdhëniet e tjera me njerëzit apo transaksionet financiare që mund të bëjë, pra përfshin jetën e njeriu, jetën e muslimanit në të gjitha aspektet e tij, ndërsa akidja ka të bëjë me bazat e besimit, me kuptimin e shahadeteve apo me gjëra të tjera që përmbajnë këto. Kjo është akidja, ndërsa menhexhi pra është më i gjerë se sa akidja. Nisu nga qëllimi mirë për të ardhur ndihmë vëllezërve, mendova që përson të mbajmë një mësim me temë limadha al-manhaj as-salafi, përse menhexhi salafi, që është një shkrim i bërë nga sheku i nderuar që ju të gjithë e njihni shumë mirë, Sheikh Salim al-Hilali, një nga nxënësit më të shuar të muhadithit të kohës, Muhammed Nasruddin al-Albani, Allahu më shërof.